Është shumë e thjeshtë, përdore ose harroje. Në ekonominë e Perëndisë, nëse se përdorni atë që ai ju ka dhënë, ai do të vërë dikë tjetër të bëj atë që ju kishit mundësinë të bënit. Të gjithë ju jeni në shërbes. Tani, ndoshta të gjithë e njihni shëmbëltyrën e talentave, sa nga ju e njohin këtë shëmbëltyrë. Tek Mateu 25, ku pronari i vreshtit largohet dhe u lë disave prej shërbëtorëve një shumë të caktuar parash dhe priste që ata t'i investonin dhe t'i përdornin, dhe kur ai të kthehej, ata t'i jepnin më shumë nga sa ai ju kishte lënë. Dhe unë nuk do ta hap tek historia e ta tregoj, por i pari i investoi parat dhe fitoi më shumë. I dyti dhe i treti bën të njëjtën gjë, i katërti ishte i friksuar dhe ai i fsheu nën tokë. Kur zotëria u kthye, tre të parëve u tha: keni bërë punë të mirë, të lumë, të shërbëtor i mirë dhe besnik. Dhe su kishte dhënë të gjithëve të njëjtën shumë, ai u dha sipas masës që ata mund të mbanin. Kështu Perëndia pret të njëjtën gjë nga të gjithë ne. Nuk jemi thirrur të gjithë të shkruajmë 120 libra, si jemi thirrur të gjithë të bëjmë të njëjtën gjë, si jemi thirrur të gjithë që të këndojmë si fili, por çfarëdo që mund të bëjmë është dhuratë që Perëndia ka vënë në ne dhe e ka vënë në ne për dikë tjetër. Po më dëgjoni? Kështu, që unë t'i jem ulur aty dhe të bëjmë xheloze për dikë këtu lart që vërtet këndon mirë, është shumë qesharake, sepse Perëndia nuk ja dha atij dhuratën për përfitimin e tij. Ai e vuri atë dhuratë në të që ne të bekohemi. Perëndia më dha mua dhuratën e të folurit, kjo mua më bën që vetëm të punoj, është për ju, nuk është për mua. Tani më pëlqen kjo që bëj, por unë bëj pjesën e punës, ju e shijoni atë. E dini? Juve që duhet të jeni në prapasken të bëni prova, apo të praktikoheni për muzikën, apo të bëni ushtrime për zërin çdo ditë, duhet punë për atë që njerëzit bëjnë. Dhe kështu, Perëndia na jep pak nga diçka, aq sa ne mbajmë, dhe ai pret që ne t'i kthejmë më shumë nga sa ai na dha, sepse ai është Perëndi i shumë fishimit. Dhe shërbëtorin e fundit që tha po kisha frikë dhe unë i fsheja ato që më dhe, por tani ja, unë po të kthej aq sa ti më dhe. Perëndia e quajti shërbëtor të mbrapsht për tac dhe dembel. Dhe ai tha: merjani talentën dhe jepjani atij që ka më shumë. Është shumë e thjeshtë, përdore ose harroje. Në ekonominë e Perëndisë, nëse se përdorni atë që ai ju ka dhënë, ai do të vërë dikë tjetër të bëj atë që ju kishit mundësinë të bënit. Të gjithë ju jeni në shërbes. Tani unë ju lajmëroj se gjithë secili prej jush, nëse është një besimtar, është paracaktuar për shërbes. Amen. Mirë, le të flasim për të qenit të zënë. Sa nga ju këtu janë të zënë? Forca, mos mi shisni këto, le ta shohim. Kur njëra nga mbesat e mia ishte 8 vjeçe, tani është 18, ajo është në fakt këtu në shërbes. Abi nuk e di nëse të kujtohet, por unë po përpiqem të them saktësisht atë që ti më the. Asaj duhet të bënte një ese nëse do të bënit një dhurat. Çfarë do të bënit dhurat? Dhe ajo tha: nëse do t'i bëja dhurat dikujt, do t'i bëja gjyshe si dhurat kohën, sepse është gjithmonë e zënë.
Dhe kështu njerëzit e vënë re. Ishte 8 vjeç dhe e vinte re se gjyshja ishte e zënë gjithkohon. Mos jeni të zënë, thjesht që të jeni të zënë. E të mos keni kohë për gjërat që janë më të rëndësishmet në jetën e një njeriu. Mos i parkoni fëmijët para televizorit, flisni me ta. Amen. Ne Amerikanët jemi kaq të zënë, sa që e kemi bërë këtë si një medalje që e vëm. Po të them se sa i zënë që jam, dhe sa shumë gjëra kam bërë. Dhe ndonjëherë unë thjesht dua të them, a ka ndonjë vlerë apo a është ajo që supozohet të jeni duke bërë? Dhe sot në shoqërinë tonë, mendoj se ju jeni dakord, ne kemi një epidemi njerëzish që nuk e mbajnë fjalën e dhënë. Po them, unë jam kaq e lodhur nga kjo. Kemi një takim me dikë dhe ai person nuk vjen fare. Dhe as nuk telefonon që të thotë se nuk vjen. E telefonojmë, e po çfarë ndodhi që s'erdhe dje, kishim lënë takim, unë mora leje nga puna që të takoja. Oh, më fal, isha shumë i zënë. Duhet të më telefonoje, më fal, më dolën shumë punë, më vjen keq, kisha shumë punë, jam shumë i zënë. E dini, kjo është marrëzi. Është thjesht justifikim. Po them, ndonjëherë jemi të zënë dhe harrojmë diçka, por nëse justifikimi, kur nuk e mbajmë fjalën, është jam i zënë, atëherë duhet të rregullojmë planin. Ja përse dhe do t'ju them një sekret dhe ju mund ta besoni këtë ose jo, por ne të gjithë kemi të njëjtën sasi kohe, kemi 24 orë. Nuk është se unë kam më shumë kohë dhe ju nuk keni kohë. Tani, disa mund të jetojnë më shumë se të tjerët, por të gjithë kemi 24 orë në ditë dhe është e habitshme se si disa njerëz mund të realizojnë shumë gjëra, ndërkohë që njerëz të tjerë nuk bëjnë absolutisht asgjë me kohën e tyre. Dhe po ju pyes, a jeni të zënë? Çfarë po bëni që jeni të zënë? Ç'mund të tregoni për këtë? Në fund të ditës, ç'mund të tregoni për këtë? Në fund të jetës. Sa miq të mirë keni në të vërtet. Duhet të investoni kohë në gjëra të tilla. Dhe e dini, nuk dua të tregohem mos respektuese, ata të dy kanë vdekur, prindrit e mi, dhe lavdi Zotit janë të dy në qiell. Dhe duke qenë atje s'mund të zemrohen për këtë që do të them. Kështu dhe do t'ishin dakord tani që shohin anën tjetër. Nëna dhe baba im në thelbe harxhuan kohë tjetën. I madh vdiq 86 vjeç. Asnjë njeriu nuk i interesonte. Ai nuk ishte asnjë mik. Vërtet. Unë u kujdesa për ta derisa vdiqën. E u përpoqa t'i trajtoja mirë, por për shkak të asaj që kishte ndodhur, kur s'isha ndier sikur kisha prindër të vërtet. Dhe kisha një vëlla që përfundoi duke vrarë veten nga droga dhe alkooli dhe s'kishin para, nuk mund të kujdeseshin për veten, ishin të sëmurë. Jeta është dhurat nga Perëndia. Dhe çdo ditë që keni është dhurat dhe është e çmuar. Dhe kur them mos e harxhoni kohë, po them se duhet të punoni gjatë gjithë kohës. Çështja është të mësoni ritmin e Perëndisë dhe se si të dalloni atë që duhet të bëni dhe çastin kur, dhe jo thjesht të drejtoni nga ndjenjat dhe emocionet tuaja. E dini, nëse e dini se e keni shtëpinë rrëmuj dhe duhet të rini në shtëpi për disa ditë të sistemoni gjërat, s'mund të bëheni emocional sa herë që dikush ju telefonon për të shkuar diku. Ju duhet jeni në gjendje të thoni jo dhe të përfundoni ato gjëra
që duhet të përfundoni, por ka gjithashtu edhe raste kur ju doni të punoni gjithë ditën dhe unë kam pasur këtë problem, por gjëja më e mirë është të mos punoni dhe thjesht të rini në koltuk me pijama e të shihni filma gjithë ditën. Ky s'është argjim i kot kur është diçka e nevojshme, por nëse e bëni këtë çdo ditë. Pastaj ka dhe një problem. Kështu duhet të kemi jetë të balancuar përveç të qeni të zënë. Ja se çfarë dua t'ju them. Shpenzojeni kohën tuaj për gjërat që janë të rëndësishme. Nëse diçka është vërtet e rëndësishme për ju, atëherë do të gjeni kohë ta bëni. Dhe mos thoni, nuk mund të gjej kohë të studioj Biblën, s'mund të gjej kohë të lutem, po koha nuk po fshihet nga ju, është para syve tuaj. S'ka pse të shkoni e ta gjeni diku, ajo që duhet të bëni është të riorganizoni ato që po bëni dhe të filloni të vini gjërat e para të parat. Dhe kur i vini gjërat e para të parat, çdo gjë tjetër do të shkojë në vendin e saj. Dalloni gjërat kryesore. Amen. Ky është libri im me titull Shfrytëzoje ditën. Kam sjell disa kopje të këtij libri këtu dhe shpresoj që ju ta blini atë. Dhe John Maxwell, shumë nga ju ndoshta kanë dëgjuar për të, është i mahnitshëm dhe unë kam privilegjin ta quaj atë miku im. Dhe ai ka thënë se duhet të vëmë 80% të kohës tonë mbi 20% të aftësive që kemi. Shumë njerëz e harxojnë kohën duke dashur të forcojnë dobësitë e tyre. Dhe ata mund të përmirësohen vetëm pak, pavarësisht se sa përpjekje bëjnë, ndërkohë që shpërfillin zhvillimin e aftësive të tyre për ato gjëra ku mund të shkëlqejnë me të vërtetë. Nëse çdo gjë është prioritet për ne, atëherë asgjë s'është prioritet dhe bëjmë një jetë të udhëtuar e të acaruar. Disa njerëz përpiqen të bëjnë çdo gjë dhe nuk bëjnë asgjë mirë në të vërtetë. Amen. Peter Drucker tha: "S'ka gjë më të padobishme se sa të bësh me efektshmëri atë që nuk duhet bërë fare." Do ta them përsëri. S'ka gjë më të padobishme se sa të bësh me efektshmëri atë që nuk duhet bërë fare. Tani, për një nga gjërat që duhet të bëjmë, na flitet tek Filipianëve 1. Është një nga lutjet e Palit dhe janë interesante gjërat për të cilat ai u lut. Lutjet e tij ishin të ndryshme nga lutjet tona sot. Ai tha: "Unë lutem që të njihni dhe të çmoni atë që është e mirë dhe e pëlqyeshme, që identifikohet dhe që ju bën të dalloheni në ndryshimet morale. Që të mund të jeni të pastër dhe të panjoll për ditën e Krishtit, duke bërë një jetë që i largon edhe të tjerët nga mëkati." Një nga arsyet pse më pëlqen Bibla amplifikuar është sepse marr diçka të tillë prej saj. Dëgjoni, kjo e bën të qartë. Ai dëshiron që ju të bëni një jetë që në fakt i largon njerëzit e tjerë nga mëkati. Kështu, e keni dëgjuar këtë. E mira ndonjëherë është armiku më i madh i më të mirës. Ju mendoni se po bëni një gjë të mirë duke punuar në kish 5 apo 6 herë në javë, kur në fakt mund të jetë një gjë më e mirë që të punoni 2 herë në javë dhe t'i shpenzoni orët e tjera që keni kaluar duke punuar atje nga që ju ka bërë të ndjeni mirë me veten, t'i kaloni duke folur me fëmijët tuaj adoleshent.
Kështu ata s'kam se të përpiqen të mësojnë çdo gjë në internet dhe që bërtisni për shkak të qëndrimit që ata kanë. Forca. Do të flas për krahasitje në një takim tjetër, sa nga ju e din çfarë është? O, po. Duhet guxim që të vini në atë takim. Sepse Jezus i thash, do dek që është në mua dhe nuk je fryte. Ai e krahasit dhe çdo dek që prodhon fryte, ai e krahasit vazhdimisht që kështu të prodhoj më shumë fryte, më të bukur e madje më të mirë. Pra ne krahasitemi kur e bëjmë, krahasitemi kur se bëjmë. Kështu. Me fjalë të tjera, ja cili është thelbi. Perëndia nuk ka ndërmend t'ju lërë të qetë, që të mbeteni njësoj. Amen. Perëndia na është vënë pas. Ai do që ta bëjë gjithsecilin prej nesh një njeri më të mirë, që ne të mund ta përfaqësojmë atë më mirë në këtë botë. Sepse njerëzit po vdesin e po shkojnë në ferr, me mira e mira çdo ditë. Dhe po ju them diçka, jemi mjaftueshëm të krishterë në botë, sa që nëse të gjithë do të dilnim e do të vepronim sipas asaj që themi se besojmë, sinqerisht besoj se bota do të ishte shpëtuar, Jezusi do të kishte ardhur e ne do të ishim larg kësaj rëmuje. S'ka pse të shkoni në shtëpi e të bëni atë që bënit më parë. Duhet të shkoni në shtëpi pasi keni qenë këtu e të silleni mirë me njerëzit. Nuk dua që ata të thonë ajo konferenca e Joyce Meyerit s'të ka sjell asnjë të mirë. Unë dua që ata të shohin ndryshim dhe vitin tjetër t'ju luten që të vini këtu. Të lutem shko. Krahasitje do të thotë të presësh pjesët e vdekura. Perëndis si interesojnë gjërat e vdekura. Amen. Ai djali që Jezusi e thiri i tha, më lër të varos baban tim më parë. Jezusi tha, lëri të vdekurit të varosin të vdekurit dhe më ndiq. Forca, ç'lloj gjërash të vdekura keni në jetën tuaj? Gjëra që po ju thithin kohën tuaj dhe nuk po sjellin asnjë fryt të mirë. Gjithë secili nga ju, këtu përfshi dhe veten time, po të ishim vërtet të sinqert për atë që po bëjmë me kohën tonë. Gjithë secili nga ne këtu mund të gjej kohë për të bërë gjërat më të rëndësishme në jetë, të kaloj kohë me Perëndin, të njoh fjalën, të zhvilloj marrëdhënie të mira me njerëzit. Të gjitha këto gjëra janë më të rëndësishme se sa të bësh para. Vërtet janë. Ne kalojmë shumë kohë duke u përpjekur të ngjisim shkallën e suksesit. Mos harxhoni gjithë jetën me këtë dhe kur të arrini në maj, më në fund të kuptoni se shkalla ishte mbështetur në murin e gabuar. Ju merrni atë që mendonit se donit, por nuk është ajo që donit vërtet. Mos jini thjesht të zënë, por prodhoni fryte të mirë. Jini të vendosur që kur të jeni 90 vjeç, të mos ktheni kokën pas e të mos keni gjë tjetër veç keqardhjes. Unë kam punuar shumë në jetë dhe kam kaluar gjëra të vështira, por jam e lumtur të them dhe shpresoj që shumë nga ju të mund ta thonë. Nëse Jezusi vjen sot për mua, unë po lë një trashëgimi. Po lë diçka që mund të ndihmoj njerëzit për shumë vite pasi të kemi ikur unë. Dhe dikë do ta marr malli për mua. Amen. Ka shumë njerëz që vdesin dhe askënd si merr malli për ta, sepse ata nuk kanë kontribuar në asgjë. Mos u bëni njerëz që vetëm merrni çdo gjë për vete. Jini njerëz që jepni dhe që kudo ku shkoni e bëni më të mirë jetën e dikujt, duke shtuar shumë gjëra të mira.
do t'jeni më të lumtur. S'do të shkoj askund edhe për ca kohë. Jo, do të jem për një kohë të gjatë që t'ju acaroj edhe pak. S'ka rëndësi nëse më zbresin nga kjo platformë, nëse goja ime punon. Jo. Unë nuk heq dorë. Njerëzit më pyesin gjithkohën, a mendon për dalje në pension? Si mund të dalësh në pension nga thirrja e jetës? Vërtet, mos duhet të shkoj te Perëndia e të them, e di do të dal në pension. Dua një pension predikuesi, nuk e di. Luka 10:38. Ju po qeshni, por unë s'po e them këtë me humor. Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që i kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte vazhdimisht fjalën e tij. Por Marta, që ishte krejt e zënë, nga punët e shumta dhe nga përgjegjësia për të shërbyer, ju afrua dhe i tha: Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej, i thuaj pra, të më ndihmoj dhe të bëj pjesën e saj. Kjo është mënyra se si janë njerëzit e zënë e të mbi ngarkuar, ata s'durojnë që dikush të kalojë një kohë argëtimi. Ata mendojnë se të gjithë duhet të punojnë si ata. Jezusi duke u përgjigjur i tha: Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh e je në ankth për shumë e shumë gjëra. Por vetëm një gjë është e nevojshme dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë. Tani, po ju them një fjalë për shqetësimin. Çdo ditë që ne kalojmë të shqetësuar është e shkuar kot. E dini pse? Sepse shqetësimi nuk ndryshon asgjë. Bibla thot, mund të shqetësohemi, por Zoti të zgjatemi as 1 milimetër. Shqetësimi nuk sjell asgjë të mirë, është si të ulesh në karrige lëkundse, ju mban të zënë, por do të jeni në të njëjtën pikë në fund të ditës. Dhe s'po them se unë nuk shqetësohem kurrë, por më në fund kam arritur të kuptoj se harxoj kohën kot, sepse ky shqetësim nuk ndryshon asgjë. Po ju them dhe diçka që është humbje e kohët e kohës. Vetkeqardhja. Forca, edhe mund t'ju themi mirupafshim. I gjori, unë më vjen keq për veten time. Mund të keni vetkeqardhja ose fuqi, por jo të dyja. Amen. Ka shumë mënyra si harxojmë kohën kot. Perëndia do që të ecim në urtësi. Dhe e dini se çfarë është urtësia? Dhe ky është përkufizimi im. Por mendoj se urtësi është të zgjedhësh të bësh tani atë që do të bëj të lumtur më vonë. Në rregull. Por një njeri që nuk ka vetë kontroll, bën atë që ndjen të bëj, apo atë që do të bëj, apo atë që e thërret atë më fort. Dhe nëse djalli vazhdon të vrapoj, mund të bëj që diçka t'ju thëras gjatë gjithë kohës, kështu që duhet të masni frytin krahasuar me përpjekjen që po vendosni në atë gjë. Dhe nëse e bëni këtë, sa nga ju sinqerisht besojnë se nëse do të hidhnin një sy mbi kohën e tyre, do të shohin gjëra që lehtësisht mund t'i heqin. Në rregull, atëherë mendoni pak. Nëse jeni të acaruar nga që jeni gjithkohën të zënë, e keni fajin vetë. Mirë, unë dua t'ju kujtoj përsëri se Bibla kur thot që të jemi shumë të zënë, ajo thot të jemi të frytshëm.